Dhe në lidhje me këta argument, ne do të flasim këto momente me të ftuarin ton, eksperti IT-s Shahin Dokuzi na bashkohet përmes online-it. Përshëndetje, Shahin. Përshëndetje. Bashkimi Evropian thotë se dizajni TikTok është krijuar për të nxitur varësinë tek përdoruesit. Si funksionojnë këto mekanizma nëse i shpjegojmë nga ana teknike? Në fakt, TikTok është një ndër programet që të bën më të varur, ndryshe nga rrjetet e tjera sociale. Ka dhe veçori që rrjetet e tjera sociale nuk i kanë. Pra le të themi për sa i përket rregullave, TikToku është më i parregullti. Pra nëse le të themi rrjetet e tjera që sociale si të grupit Meta, Facebook, Instagram mund të kenë rregulla më strikte, TikToku nuk i ka këto, përveç se nuk i ka. TikToku edhe të paguan, domethënë që bësh edhe çmenduri, domethënë sa më shumë le të themi çmenduri që shtori e bën, më shumë pagesa merr. Kështu që krahasuar me rrjetet e tjera sociale, nuk ka të krahasuar në asnjë gjë, domethënë. Biles po të marrim parasysh që TikToku është produkt i një kompanie kineze, le të themi që edhe vetë në Kinë nuk operon, kështu që këtu mund ta logjikojmë se sa i dëmshëm është, saqë edhe vetë prodhuesi nuk e laçon në Kinë. Normalisht TikToku në Kinë nuk ekziston si TikTok, ka një emër tjetër. Pse nuk ekziston në Kinë? Për çfarë arsye? Se siç e dim që Kina është shumë strikte, sidomos për sa i përket rregullave, edhe mirë e bën, domethënë nëse ne mund të lejojmë çdo lloj shture, pra fëmijët ta mund të logohen pa moshë, për ta një llogari TikToku nuk i kërkohet as ID, as moshë, mund të shohë çfarë do lloj gjë të keqe le të themi, në Kinë as nuk bëhet fjalë që të jetë këto lloj opsione, kështu që edhe Europa do të arrijë në këtë nivel, megjithëse jo, kështu që Kina e ka ndaluar, ka krijuar për një aplikacion tjetër që është shumë i kontrolluar, më i izoluar dhe nuk ka nevojë për këto shturje të tepita. Pa e llogarisën e kemi parë dhe vetë domethënë se çfarë bën në Shqipëri pa dalë jashtë domethënë me TikTokun. Kështu që duke llogaritë që është produkt i Kinës dhe ai vetë nuk e lejon për shtetin e vet domethënë. Normalisht është regjistruar është regjistruar në Singapur, megjithëse është produkt i një kompanie kineze me bazë, që të mos ketë edhe ndikim që të themi Kina nuk lejon për vetë, por që në këtë logjik. Normalisht do të bëhet ndikimi ose do të thënë arsyeja që TikToku thotë unë marr masa sepse thotë unë bën një screen limit, por që as ato nuk e ka. Pra mendoj që nëse dikur do ta përdoroj më shumë se 5 orë, unë do t'ja bllokoj etj, po as këtë nuk e bën dot. Mendoj që Europa dhe nuk është vetëm TikToku, ne kemi me qenë tek pjesa e dëmit psikologjik, ne kemi edhe këngë tjera për fëmijë siç mund të marrim Cocomelon, për shkak këto janë shpallur psikologjikisht shumë të dëmshme për fëmijët, domethënë kanë të njëjtin efekt, domethënë si rrjetet sociale, rastin TikTok, si këngë të tjera, kështu që edhe pritet domethënë që të bëhet edhe kufizime nga Europa dhe me drejt domethënë. Se nuk është thjesht një rrjet social që mund të shohësh një kontakt të mirë, të bukur, mund të chatosh, ajo është vetëm nëse do të shohësh budalliqe ose të kalosh kohën kot. Shohësh edhe kontent që unë vetë, për shembull, mund të kaloj kohën dhe kur e heqtem çfarë pash, nuk më mend çfarë pash, domethënë aq shumë ndikim ka të kohë gjithmonë. Një nga sugjerimet e Bashkimit Evropian është heqja e opsionit të lundrimit pafund, duke harxuar kohën, sikur se the. Si mund të realizohet kjo pa prishur edhe në këtë lloj mënyre përvojën e përdoruesve? Pra ata të kenë mundësi të lundrojnë në TikTok, por jo në çdo moment kenë sugjerime video nga më të ndryshmet. Ska edhe nëse nuk ka sugjerime, unë do të lundroj, do të nxjerr për shembull 20 video, do të mund ta mbyll ta hap prap, do nxjerr 20 tjera, pra nuk është se është krejt ky problemi. Unë që dua të do ri, domethënë nuk është se bllokon, por është posaçërisht kontenti që aty bën. Siç e tham, domethënë që aty ke video nga lloj që në rrjetet e tjera sociale as nuk bëhet fjalë, domethënë. Nëse do të shohësh dhunë, do të shohësh shumë budalliqe të tjera aty ke, domethënë. Nëse ai ka opsionin scroll që ti shko deri në fund, edhe në Instagram e kemi, që sa do të shkosh, ke video plot e tjere, kështu që edhe nëse ai limiton nuk është se do të bëj ndonjë dëm, do të thënë ndonjë dobi. Dobia tjetër që do ishte kufizimi sipas moshës, kjo po do të bënte, por kjo do të fillonte që nga setupimi, pra nëse ne i blejmë fëmijës një telefon, duhet t'i bëjmë startup si një fëmijë, edhe nëse telefoni bëhet startup si një fëmijë, nuk do të dilte fare TikToku për t'u shkarkuar. Kjo pritet që të bëhet, domethënë, për ta ndaluar komplet për moshën 9-16 vjeç. Pra nëse ne japim fëmijës një telefon, ku hapim telefonin thot je i rritur apo fëmijë, ose përcaktojmë si fëmijë, TikToku s'do dali fare në Play Store, kështu që ata nuk do të mund të ta shkarkojnë fare. Dhe për sa i përket rregullave tjera
që ta limitojmë që mos shkoj deri në fund scrolli e tjerë, sa do shkoj 50 video, prap ta mori kohë, mbyllë hapë do shkoj 50 tjera, pra nuk është se është ndonjë zgjidhje, le të themi teknikisht, po fute brenda TikTokut ke part, ka marrë mendje, kështu që. Bashkimi e kuptoj. Me mosh, po. E kuptoj. Ndërkohë, një tjetër sugjerim që ka dhënë Bashkimi Evropian kanë qenë pushimet efikase në monitor dhe ndryshimin e sistemit të rekomandimeve për personalizim në shkallë të lartë. Ç'do të thonë ndryshe këto kërkesa dhe si shihni, mund të jenë të realizueshme? TikToku në fakt algoritmin më të dëmshëm të mundshëm, domethënë, nëse le të themi gjithë rrjetet e tjera ecin me algoritëm, nëse unë pëlqej kompjuta, do mund të nxjerrin normalisht kompjuta dhe jo vetëm, ndërsa TikToku ka algoritmin më të frikshëm, domethënë të bën shumë të varur në lidhje me rrjetet e tjera sociale, domethënë. Prandaj edhe thotë duhet të ndryshojë algoritmin. Le të themi kanë një nga algoritmet më të frikshëm se nga gjithë rrjetet e tjera sociale, kështu që nëse dikush e zënë shef zonë, TikToku nuk mundoj që ta anashkaloj, se normalisht mund dalë dhe video tilla, po i shfaq akoma dhe më shumë zonë, domethënë, dhe këtë konsiston dhe Bashkimi Evropian që mos ketë kaq algoritëm të frikshëm që të shfaqi vetëm kontente që ata kërkojnë frikshme etj. Kështu që kjo teknikisht do bëhet, domethënë, edhe mund bëhet. Pra nëse rrjetet e tjera sociale mua më pëlqejnë ora dhe më nxjerrin për shembull reklama pa ora ose video të orave etj, që është normale. Në TikTok nëse shef diçka keq, ai atë synon akoma të nxjerrë, domethënë gjë që nuk është e benefiqshme, domethënë, dhe këtë normalisht do të mund ta ndryshon. Do të ka algoritmat për të tërhequr kështu të frikshme fare, nuk ndryshe nga rrjetet e tjera. Ndërkohë, disa vende evropiane po përpiqen të kufizojnë aksesin në mediat sociale për adoleshentët. Mendojnë që janë efektive këto kufizime? Po, patjetër, normalisht që janë, po gjithmonë duhet që telefoni që jepet një adoleshenti, domethënë, kur të startojë telefoni, duhet të përcaktohet që ky telefon, domethënë, opsionet e tij, që ky është një telefon fëmijë dhe vetëm atë nuk do të mund që ta shkarkojnë TikTokun. Miles ka qenë për të bërë dhe për Instagramin, megjithëse nuk u bë më, do të krijoj një Instagram Kids që fëmijët në moshë do mund t'i dilte në Play Store, siç kemi gjithë, ose Instagram Kids, dhe aty do të kishe vetëm kontent për fëmijë. Si në këtë rast, nëse do lejohet TikToku, të mund të krijoj një TikTok Kids që për fëmijët, dhe aty të kishe vetëm kontent për fëmijët. Domethënë, kjo gjë mund bëhet, po gjithmonë nëse ne japim telefonin fëmijës dhe e përcaktojmë që telefoni është në përdorim nga një fëmijë, domethënë, sikur ne shkarkojmë një program, TikToku nuk do të dilte që ose është i setapuar për fëmijë. Ose në rast të kundërt pastaj, normalisht që do të mund ta shkarkojë dhe nuk e limiton dot. Pra nuk është se do limitohet ku hapet llogaria atë nuk e përcakton dot, domethënë se nuk do mosh fare, nuk do ID, por që ku bën setup telefoni, nëse e përcakton që është fëmijë, do të hiqet nga Play Store ose Android Store. Kështu që duhet në rast se do kryhet, duhet që çdo prind që jep telefoni i fëmijës, ta përcaktoj që telefoni i cili është telefoni i prindë, cili është telefoni i fëmijës, dhe aty nuk i del fare TikToku, kështu që janë qetë dhe nuk mund ta hapin TikTokun, nuk mund ta shkarkojnë, domethënë. Qartë. Kjo po do të jetë një gjë e mirë, po. E kuptoj. Mendon se kufizimet duhet të normohen, të sanksionohen dhe me ligje dhe për Shqipërinë sa i takon të miturve, Shahin, ose si mund të gjendet një zgjidhje e mirë menduar? Shqipëria përshtatet me ligjet europiane ose ja adapton çdo ligj si për sigurinë kibernetike e tjerë, si për ato ligjojnë në çdo lloj anë, kështu që teknikisht ose Europa, megjithëse ne nuk kemi ndikim fare tek asnjë aplikacion që të mund t'i themi që bëj këtë ndryshim etj, në maksimumi mund ta bllokojmë vetë nga Shqipëria, po jo që të kemi ndikim që bëj këtë funksion etj. Po nëse Europa e bën, në këtë gjë teknikisht mund të aplikohet edhe për ne, po jo se kemi ne funksion direkt. Pra dhe në rastin kur Shqipëria ndaloi TikTokun, thjesht u dha urdhë kompanive të internetit që nëse hapi TikToku të bllokohet, po edhe kjo gjë mund ta anashkalohet, domethënë me VPN dhe me forma të tjera, por që nëse bëhet kjo që për fëmijët të ndalohet, do të jetë e benefiqshme, se ata s'do mund ta shkarkojnë fare TikTokun. Kështu që edhe nuk kanë që duan, se një që themi që sot është bota digjitale, fëmijët do mësojnë, po ke kontent tjera plot në Instagram, në Facebook, apo rrjete tjera që ata mund të shfaqin talentin, do të bëjnë një video për shef, do ta hedhin apo do të fitojnë. Por që TikToku nuk ka fare, vetëm rrugë që të fitosh TikTok është të bësh vetëm shurë, le të themi, zihesh me tjerë që të të dhurata etj. Domethënë sa më keq bën, më shumë të vlerësojnë ata, domethënë prandaj dhe ka një algoritëm ndryshe nga rrjetet e tjera. Pra paguan që të bësh këtë. Kështu që nuk është se është ndonjë rrjet i benefiqshëm, domethënë.
Kështu që edhe nëse bllokohet për fëmijë do të ishte shumë okay. Ndërkohë, pas deklaratave dhe hetimi 2 vjeçar që ka bërë Bashkimi Evropian, sa i takon TikTokut edhe asaj që ka deklaruar dhe ka thënë që dizenjimi i vetfaqes krijon varësi tek përdoruesit, këta të fundit, përfaqësuesit i kanë mohuar akuzat dhe thonë se do të sfidojnë gjetjet e Bashkimit Evropian. Sa realiste është që një kompani e madhe teknologjike të plotësojë kërkesat e Unionit Evropian? Normalisht përderisa Europa e thotë nuk është se po e them unë si IT, ata kanë psikolog të tyre, kanë prova, kanë teste, pra mund të marrin fëmijë, t'i japin rrjetet e ndryshme dhe shohin kush janë më të varur, normalisht që kanë drejt në atë që thonë. Ndërsa kompania që ka prodhuar atë i thotë ne jemi në rregull, ata që shohin, por që normalisht nëse kompania TikTok nuk është se i pranon ose nuk bën ndryshime, Europa ka shumë kolla dhe ta bllokoj fare, domethënë gjë që s'do ta dote TikToku këtë, për shkak se do të humbiste të ardhurat. Tishe ka si justifikim që thotë ne kemi bërë një aplikacion sakt, ne kështu e mendojmë, nëse ka probleme do të mund të ndryshojnë se ç'bën, domethënë, ose do të bllokohet fare shumë në kollaj, domethënë. Plus që TikToku ka dhe bazë në Europë në një shtetë, sikur ka dhe në Amerikë edhe në Singapur, që është shumë e kollaj, domethënë, për të vendosur gjoba së aksion, ose edhe për ta bllokuar fare, megjithëse nuk do të shkonte deri aty, se besoj. E kuptoj. Mirë, Shenjtë, falenderoj për të gjitha minutat që na kushtove. Faleminderit ju.